miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot, në këtë panoramë fantastike të këtij pylli magjik, do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve për ditën e sotme. Çfarë thon tarot për ditën e sotme? Keni pak zhgënjime në jetën tuaj. Zhgënjime që vinë nga njerëz të besuar. Por thot, ju jeni një person shumë i sinqert dhe ky sinqeriteti juaj gjithmonë triumfon mbi këto zhgënjime. Dyshi i shkopinjve tregon për një person i cili ka gjithë botën, por mban një vuajtje shpirtërore për një distancë, për një person që ka në distancë të largët. Mbreti i kupave është një person i cili është shumë i drejtë dhe do barazin në jetën e tij. Është një person që duart e tij ka gjithmonë të mbushura me bollëk. Pranë ka një femër të fuqishme, një femër që ka energji dhe qëllimet e saj do t'i çojë deri në fund. Një lajm nga drejtësia merret shumë shpejt nga këta dy persona. Janë lajme që vinë shumë shpejt, lajme që vinë nga një gjykatës për një problem drejtësie që keni. Ky lajm vjen nga ky princ dhe është lajm pozitiv. Është një lajm që vjen në mënyrë të shpejtë në jetën tuaj, për sa i përket drejtësisë. Kemi dyshin e monedhave. Dyshi i monedhave është një letër e cila tregon që dhe kur deti ka dallgë dhe ka vështirësi, dallgët janë të mëdha dhe anijet me zilundrojnë, përsëri keni monedha në infinit, keni duar të mbushura plot me bollëk. Një lajm shumë i rëndësishëm vjen në dorën tuaj, ju do t'ju transformohet jeta, do të bëhet një jetë më e mirë, në këtë oazë hapet kjo dritare dhe vjen ky lajm në duart tuaja. Keni shumë mendime dhe këto mendime juve i mblidhni tuf dhe i vendosni diku për të krijuar diçka të re në jetën tuaj. Jeni një person magjik në infinit dhe keni gjithçka në jetë, keni realizuar ëndrat tuaja, i keni bërë realitet. Keni gjetur një paqe në jetën tuaj me personin tuaj të duhur, këtë shtëpi paqësore dhe për këtë gjë jeni falendërues universit për gjithçka që keni në jetën tuaj. Falenderoni dhe keni mirënjohje të thellë, zemra për gjërat që keni arritur në jetën tuaj. Këto ishin disa nga mesazhet e tarotëve, pra energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Faleminderit, miqtë e mi.